Çlirim Hoxha është një nga shkrimtarët më të njohur vlonjat, autori 11 romaneve dhe 3 librave studimore. Hoxha tregon se romanin e parë e ka botuar në vitin 2003 dhe librat e tij të parë flasin rreth sistemit komunist, luftën e klasave dhe persekucionin e individëve. Duke përmendur disa nga botimet e tij kryesore, ai tregon se për shkak të interesit ato janë ribotuar deri në 10 herë, si dhe janë përkthyer në gjuhën angleze. Tani unë kam shkruar 11 romane edhe 3 libra studimor historik. Në romanin e parë kam shkruar në vitin 2003, Lëngata e shpirtit, pastaj vjen romani tjetër po të vit Rrugë e vithisur, që trajtojnë tema domethënë para viteve 90 që kishin të bënin me luftën e klasave dhe me persekucionin e sistemit të kaluar. Pastaj kam kaluar tek librat e tjerë, siç është Nëndetësia e plagosur, që e kam shumë për zëmër. Është herë 10 që botohet, Ditari i Murgeshe gjithashtu është herë 10 që botohet, që zhvillohen ngjarjet në manastirin e Zvënecit, dhe vim me radhë pastaj te libri romani Sofia, një ngjarje shumë e bukur me një vajzë nga Himara, që është përkthyer edhe në anglisht. Pastaj vim tek romani Vrasja e kryeministrit, që ka të bëjë me ish kryeministri Mehmet Çeu, por që ka një ngjarje misterioze se vin një vajzë nga Italia për të na gjetur varrin e Stërgjyshit. Vajza kishte aftësi paranormale, hynte në botën e përtej me thëriste njerëz që larguar nga jeta, bisedonte me ta. Erdhi na gjeti varrin e Stërgjyshit që kishte humbur 103 vjet më parë. E gjeti në fshatin Oshtim, ku ne e kërkonim në Cerkovin. Ai kishte një protezë në këmbë, se kishte humbur një herë në këmbë në betejën e Janinës, dhe ajo ishte shenja kryesore që ishte ai. Dhe pastaj unë i kërkova vajzës. I bëra 2 pyetje kur ajo u kthye në Itali. Ajo kishte bërë mrekulliera në Itali, e njifte Vatikani. I thash, të lutem, kërko Mehmet Çeun thirrje. Edhe pyete, vrau veten apo e vran? Edhe ajo e thiri, ai pranoi, ti tregonte të vërtetën, e vërteta më vin mua, brenda në libër ndodhet. Gjithashtu zbulova se çfarë ndodhi ku u zhduk Remzi Hoxha, biznesmen shqiptar Maqedonas. Vajza e thiri, ai pranoi të bashkëpunonte. Sepse çfarë kuptova unë me intervistën që i mora asaj vajze dhe me ato që pash vetë me sytë e mi. Njeriu vdes fizikisht, shpirtërisht nuk vdes kurrë. Shkrimtari Çlirim Hoxha pohon se ajo që i bashkon veprat e tij është mbështetja tek ngjarjet e vërteta, ku brenda tyre ka fakte historike nga lashtësia. Hoxha shprehet se në shkrimin e veprave letrare ka ndihmuar tepër arkivi i Bibliotekës së Vlorës, institucion që e drejtoi për disa vite. Shkrimtari Hoxha konfirmon se në plan ka edhe botime të veprave të tjera në vijimsi. Për librin, autorët vlonjat, ata të cilët shkruajnë, sipas tij duhet mbështetje nga shteti. Mbështetje që sipas Hoxhës duhet jetë e pakursyer edhe për libraritë apo bibliotekën kryesore të qytetit, duke i pasuruar ato më tej me vepra letrare. Në fund, shkrimtari ka edhe një mesazh për brezin e ri që t'i kthej syt nga libri, pasi ai është dituria. Boshti është që mbështeten me ngjarje të vërteta dhe kanë brende fakte historike nga historia jonë e lashtë. Libri për shembull Traktati i origjinës së shqiptarëve, që është një libër madhor, botuar 5 herë dhe përkthyer edhe në italisht, ndodhet sot në anglisht, ndodhet sot në Bibliotekën e Kongresit Amerikan në Washington DC dhe në Bibliotekën e Londrës. Ose Troja gjendë në Shkodër, me fakte nga Homeri, për vendodhjen ku zhvillua betejë e Trojës. Gjithashtu kemi gjurmime në artografin botërore për tokat ku kanë jetuar shqiptarët, janë 170 harta të vjetra, brenda dhe foto që dëshmojnë se ku kanë jetuar shqiptarët në kohët e vjetra. Patjetër. Unë thash kam botuar rreth 16 libra gjatë këtyre viteve dhe duke qenë se kam qenë dhe drejtuesi i bibliotekës qytetit, më ka ndihmuar shumë arkivi i pasur që ka atje biblioteka, enciklopeditë shumëta që janë atje, enciklopedia e madhe ruse, greke, franceze, angleze, britanike, ato kanë fakte brenda me historinë e shqiptarëve, që duhen qëmtuar. Po kemi ide plot për të shkruar, po janë është botuar libri, ky është libri i ri, gjurmime në artografin botërore, studim, dhe romani ajo nuk ishte faj, është romani i ri sapo ka dalë. Në plane kemi edhe romanet tjerë, por duhet mbështetje. Kjo librari që ju shikoni këtu është me qira. Dhe që nga janari e deri në qershor, unë kam paguar nga pensioni im për të mbajtur librarin hapur. Pa ka paguar qiran, për të plotësuar qiran, sepse shitja e librave ka rënë. Dhe duke qenë me qira, dhe duke qenë se nuk të ndihmon askush që të ri kjo librari, që është libraria kryesore në Vlorë, të ri hapur, kjo librari rrezikon që në vjesht edhe mund të mbyllet.
Unë e kam bajtu me shpirt në përdhëm, me sedër, sepse po të merret vesh që në Vlorë u mbyll libraria kryesore, bën bujë të madhe në gjithë Shqipërinë. Vlen të theksohet se vitet e fundit, për shkak të uljes së interesit për të lexuar, disa prej librarive në qytet janë mbyllur duke shpallur falimentim. Do të thoja që do bëj thirrje të gjithë të rinjve, të kthehen te libri. Libri ndriçon mendjen, mendja ndryshon botën. Nuk ka si libri. Libri është ushqim, libri të çon përpara. Të gjithë sot kokat e mëdha në botë kanë dalë nga libri. Të gjithë personalitetet e botës dalin vetëm nga libri, nuk dalin nga interneti dhe teknologjia. Prandaja, sot do bëj thirrje të gjithëve që të kthehen syta libri dhe institucioneve që të na mbështesin që kjo librari mos të mbyllet. Faleminderit juve.